Unë mendoj që duhet kesh një krenari të ligjshme që je drejtuesi i muzeut më të vizituar në Shqipëri. Po, faleminderit, dita ka qenë e lodhshme, po me një krenari që është e natyrshme, sepse kemi pritur 1000 vizitorë vetëm sot. Edhe, me thënë drejtën, është muzeu pra më i vizituar në Shqipëri, por ne përdorim dhe këtë që është dhe më i dashur për gjithë shqiptarët. Absolutisht po, konfirmojmë plotësisht edhe jo vetëm ne, por konfirmohet edhe nga numri shumë i lartë i vizitorëve dhe nga shtrirja gjithëvjetore. Pra është një muze që vizitohet praktikisht në të njëjtën mënyrë dhe fluks gjithë vitin. Pa diskutim, unë në shkurtin që vjen mbush 35 vite punë këtu. Edhe kjo që thoni ju, është bërë gjithnjë më shumë më e dukshme. Pra ti je një dëshmitar i gjallë i ecurisë ose i rritjes graduale të numrit vizitorëve në muze. Normalisht Kruja pra po shkon gjithnjë më shumë drejt një turizmi gjithvjetor dhe ka disa lloje turizmi. Ju e dini mirë që Kruja ka turizëm elitar, pra ato grupet që vinë ato janë të pranishme dhe në Krujë sepse është e favorizuar dhe nga vendodhja. Kruja ka dhe turizmin e kroqerave, pra përfiton sepse Durrës, Tiranë, Kruja, ato kroqerat janë me disa orë qëndrimi dhe largohen. Po Kruja përfiton dhe nga turizmi i detit, se deti është 45 km afër. Po ka dhe turizëm shkollor, nxënësit e shkollave ju dini të niveleve ndryshme janë vizitorë të rregullt, sidomos figura si Nobeu që i tërheq ato. Ka dhe turizëm diplomatik, gjithë ambasadorët pa përjashtim nuk largohen pa parë disa herë muzeun me miqtë që vinë dhe në disa raste janë ato që i sugjerojnë ku mund shkojnë ato vizitorë që vinë nga vendet e tyre.